48 muaj. Dola nga burgu, moment që shkoj te Zybera Lulli, drejtoresha nuk del, më thot një punonjëse aty që ty nuk të lejohet më ta takosh vajzën se tu ka heqe drejta. Nuk lejohet ta marrësh, nuk lejohet bësh asnjë gjë me vajzën, s'duhet ta stresosh më vajzën, s'duhet vish më këtu, se moment që vjen ti këtu vajza çka kërdohet, e ka mendjen vetëm te ty. Nëse vjen bezdis prap vajzën, neve do të thrasim policinë dhe do të merret policia me ty. Është vepruar në mënyrën e duhur. Pra, fëmia është i abandonuar, është i braktisur dhe shteti për të pasur interes më të lartë të fëmijës në këtë rast ka menduar që ky është vendimi i duhur, duke qenë se nëna nuk është paraqitur. Pra, nuk shikoj asnjë shkelje me aq njohuri juridike sa un kam. Ajo ka lindur në një moshë ku ka qenë ende fëmijë. Pra, një vajzë nën në moshën 15 vjeçare të bëhesh nën nuk është e lehtë, aq më tepër në kushtet e vështira që ka qenë ato kohë. E rritur me skutave të errta të jetës, me një adoleshencë të kaluar pas hekurave të burgut, e mbi të gjitha, me një foshnjë për të cilën i hiqet e drejta për të qenë nën, një rol që ajo nuk e kreu asnjëherë, pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 13 vite, gabime të njëpasnjëshme, të cilat edhe ajo vetë i pranon sot. Por koha na mëson se si duhet të ndryshojmë. E këtu, ndoshta shembulli më i mirë është kjo vajzë, tashmë me një jetë krejt të ndryshme nga i kalvar që ka kaluar. Kam ndërtuar jetën time, jam martuar, jetoj me bashkëshortin në shtëpi me qira në Durrës, jemi në punë të dy, unë punoj sanitare, ndërsa burri ndihmës kuzhinier. Me të drejtën tani po shikoj për një punë që tjetë dhe me siguracion që nesër pas nesër mos nxjerrë probleme për vajzën që ta marr. Ja ka dalë, pra është martuar, është në punë, po fëmia e do e kërkon, thotë dua mamin tim, dua ta takoj. Pra nëse edhe fëmia e do, edhe nëna e do, nuk mendoj që ka ndonjë arsye në botë që të ndaj lidhjen më të shenjtë që ekziston nën edhe fëmijë. E ndërkohë që jeta e kësaj nëne të re po ndryshonte për mirë me hapa galopant, një pjesë e saj kishte mbetur e ngrirë dhe ende e paplotësuar. Në pritje të një ribashkimi me vajzën për të cilën përkujdeseshin institucionet. Shkoje takoj gocën? Po, shkoja. Ta linin? Me raste, edhe maleshin dhe s'maleshin. Dhe pyeta, si po sillen këto mami shumë keq, më tha, të lutem vetëm më merr. Pastaj nuk fliste dot si erdhën ato kujdesar. Edhe më tha, mami, të lutem mos fol gjose, bërtasin këta. Dhe pse vite vajza që unë përqafonte, i bërtishin edhe ajo vajza u përgjigj që unë nuk ju pyes juve për mamin tim. Me vajzën do me thënë nga dera në derë u takonim. Nëna dua të vinë me ju, nëna nuk më lejojnë, nëna më trajtojnë shumë keq, ka qenë një gjendje shumë ekstreme me vajzën. I thoja mos e vrit menjen mami se mami do të marrë, do bëjt pa mundën që të marrë. Edhe vajza që normal e rritur, që nuk më thante, mami me zë përpres të më marrësh, nuk për shty do të më këtu, jam mërzit shumë, më ofendojnë. Por këtu, lidhja që sapo kishte nisur të forcoj, mes nënës dhe vajzës, merr një tjetër ndërprerje. 2021 mua më ndron një jetë babai. E kalova shumë keq, kalova isha në angë depresiv, kam një motër në Francë, edhe më merr motra për të kuruar ande. Neta 9 muaj, kam neta atje, unë i vona ndjeni këto. I thash dhe mamit, ma shko atje se unë jam në Francë dhe nuk mundem do të takoj vajzën. Pra e vure në ndjeni shpinë e fëmijës? E vura në ndjeni edhe shkon të vlaj, shkon të mami. Mas 9 muajsh vi këtu. Dhe çfarë thon kur vjen pas 9 muajsh? Jo ka gjykata, jo e kemi fitu gocën me gjykatë, e kemi nxjerrë braktisje fëmije, do ta bëjsojmë fëmijën. Në realitet, këtu jemi sërish përballë një gabimi të radhës, sepse në një situatë kaq delikate, ku në mes është një fëmijë, gjërat nuk mund t'i lihen rastësisë apo vullnetit të vëllait për të takuar mbesën. Prandaj institucionet marrin një vendim. E mora të prerë nga Aureli që më tha që ti mos e merr mundimin kot se vajza nuk e shikon më. Aureli është ndihmë si drejtoreshës. Ka thënë ti s'ke punë më me ne, i ke interesuar të gjykata. Këtu mendoj që çalimi më i madh ka qenë fakti që nëna nuk ka marrë pjesë në asnjë seancë. Në momentin që ti nuk merr pjesë në asnjë seancë, ti thua që unë kam braktisur, çështja nuk më intereson, kjo çështja nuk më intereson fëmia im. Kështu që drejtësia në këtë rast e ka marrë të mirëqen faktin që nëna e ka braktisur. Institucionet i japin një deklaratë të tillë, mosprania e saj në gjykatë është një konfirmim i tillë dhe fëmia duhet se s'bën që të adresohet në një vend të sigurt.